Mirë mbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jenë në podcastin Mesut Shabani. Miqtë të mi, po ju pëlqeu kjo video, bëni një subscribe. Sot është data 9, muaj 4, viti 2026, dita e njëjtë apo ditë tregu në Tetov, si të doni. Dhe UNESCO më në fund do vi në Maqedoni për shkak segmentit Trebenish Qafane të korridorit 8. Dhe kryeministri Mickovski tha se nuk është problem vetëm traseja, por edhe ndërtimet pa leje në Strug. Çfarë nuk do dëgjosh? Çfarë nuk do dëgjosh? E çfarë ka të bëjë tash traseja e Strugës, Trebenish Qafan me ndërtimet pa leje, qofshin në Strug, por si zakonisht Ohri është baba. Ta dëgjoj. Në gjysmën e 2 të muajit maj, delegacioni UNESCO pritet të vijë në Maqedoninë e Veriut për të parë nga afër një mundësi zgjidhjeje për segmentin Trebenish Qafan të korridorit 8 në zonën e mbrojtur të liçenit të Ohrit. Kryeministri Mickovski tha se nuk është problemi vetëm traseja, por edhe ndërtimet pa leje në Strug dhe Ohr të bëra viteve të fundit përkundër vërejtjeve për përjashtim nga trashëgimia botërore, kulturore dhe natyrore. Ai tha se banorët kanë të lashe me ndërtimet pas rritjes së familjeve. Što se nesува до трасата, ако не е таа ќе најдеме решение со друга траса. Така што кој што нема да ги, и тоа го кажувам веќе цело време. Но тоа е повторно состојба во која што не сме толку многу загрижени, бидејќи има решение. Поголемо решение е со семејните судбини, кога семејствата не може да се развиваат. Имаме семејство во кое што детето треба да се осамостои, да се направи надградба на семејната куќа и така натаму, не може, поради ограничувањата кои што ги има УНЕСКО. Kjo ishte një mohabet në Tetovin, në ka dërguar nëna Talaj një gojë. Dhe ju dini se unë bëham i mençur. E dini çfarë bën Mickovski? Mickovski blen kohë deri në maj, kur duhet në teren të zbarkojnë nga UNESCO për trasen korridorin 8. Nëse e shohim me si kritik deklaratën e Kristian Mickovskit, dalin disa kontradikta dhe probleme reale. Nuk është problem traseje, por është pikërisht problem kryesor, ashtu thot ai. Pra nuk është problem traseje, unë them është pikërisht problemi kryesor për korridorin 8. Ai thot se për korridorin 8 ka zgjidhje, por në fakt traseja në zonën liçenit të Ohrit është arsye kryesore e konfliktit me UNESCO. Çdo devijim apo ndërtim i gabuar mund të ketë pasojë të pastërshme. Unë do kisha thënë edhe këtë. Për shkak se nuk mundin, me vite të tëra kjo është shkruar, qish nga koha e Nikola Gruevskit, bile edhe në komunizëm është toleruar, ndërtimet rreth liçenit të Ohrit në Ohr, tash mundohen që ta mbulojnë me gjë se traseja Trebenish Qafani ka fajet që Ohrin do e nxjerrin nga UNESCO. Pra zhvendosja fajt të qytetarë. Kur përmend ndërtimet pa leje nga Struga dhe Ohri, krijohet narrativ sikur problemi janë banorët që duan të zgjerojnë shtëpitë. Ndërkohë, realiteti është se ndërtimet pa leje kanë ndodhur vite me radhë, dekada me radhë. Shpesh me tolerim ose mosveprim institucional. Pra, përgjithësia nuk është vetëm te familjet që rriten, por te mungesa e kontrollit shtetëror. Dhe tash, di çfarë bën ai? Bën populizëm me hallet e familjeve. Argumenti që fëmijët nuk mund të bëjnë mbi ndërtime, ja, majkata, është emocionisht i fortë, por rrezikon të përdoret për të justifikuar zbutjen e rregullave të mbrojtjes. Në zona si liçeni Ohrit, kufizimet janë aksidentale, ose ekzistojnë për të mbrojtur një pasuri globale, pra dhe jo vetëm lokale. Dhe ka bërë një krahasim mjaft interesant me Kotorin. Është ky krahasim i cekët. Po, Kotori është i mbrojtur nga UNESCO, por ka plane shumë më të repta urbanistike, ka kontroll më të fortë ndaj ndërtimeve dhe gjithsesi ka qenë disa herë në paralajmërim nga UNESCO se mund të hiqet. Pra, nuk është model pa probleme siç paraqitet. Cili është mesazhi i difisht ndaj UNESCO-s? Nga njëra anë, thotë se do të respektohen rekomandimet, nga ana tjetër relativizon kufizimet dhe i paraqet si pengesë për zhvillim. Pra, gabimet e mbledhura nga pushtetarët maqedonas, sepse Ohri është udhëheqet nga pushtetarët maqedonas, krijon perceptim se qeveria është më shumë në negociim politik me UNESCO-n se sa në përkushtim të plotë të ndaj standarde. Pra, deklarata duket si një përpjekje për të ulur presionin për trasejen e korridorit 8 dhe njëherët për të fituar simpatitë e banorëve lokal, që nuk shkon, ose me sherr thonë Kosovë ose me barrelief. Por në thelb është shmang pyetjen kryesore. A do të ketë prioritet zhvillimi i shpejt apo mbrojtja serioze e liçenit të Ohrit? Sepse të dyja bashkë, pa kompromise të qartë dhe rregulla të forta, rrallë funksionojnë. Okej, nëse doni pak më tepër e keni te telegram.me. Dhe a dini pse i ra kësaj teme? Sepse ky vërtet tallet me inteligjencën e shqiptarëve. Po sërish të politikë bërës aktual. I ka kapur, i ka ulur në prerë dhe
nga të lëvizësh nuk ke nga të shkosh. Dhe, është edhe tepër interesante ajo që po ndodh në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë. Zhvendosja e muhabeteve traseja, e korridorit 8, zhvendosja e muhabeteve krizës ekonomike, inflacionit, zhvendosja e muhabetit mos investime serioze nga të huajt në Maqedoni e kështu me radhë, bën që në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë të mbisondoj kot e kot një muhabet lidhur me atë se si duket Shqipëria këtyre ditëve. Por, unë duke thënë politikbërësve shqiptarë që në Parlamentin, nuk keni pse merrni me Nikolosin. Ai me qëllim e bën që të justifikojë të gjitha problemet dhe hudh topin krejt diku tjetër. Pra shqiptarët të merren me shqiptarët. Jo, shqiptarët do merren me problemet shqiptare në Maqedoni, jo me problemet shqiptarëve në Shqipëri. Dhe ai e thotë se e pas ka shok dhe mik Ilir Metën. Asgjë e keqe. Pse jo? Politikanët ndërmjet vete ata mund të hahen, por jashtë asaj puthen, kanë bizneset e tyre. Pra moll sheri kot të kot Rama dhe Meta këtyre ditëve nga zëvendës kryeministri i parë, nga radhët e VMR dhe Përmes Nikolovski dhe i cili njerët është edhe ministri i transport. Ky e bën edhe atë problemin lidhur me trasen e Ohrit, sepse është nga Ohri, që do të kalojë ande pari traseja. Dhe besoni, nuk ka sepse, bile ka dalur, e njerë të dëgjeve pastaj të shohim se kush ka dalur kontra. Ju lutemi, rjat, 8 minuti pauza. Mos na detyroni që ne të ndërpresim, se në momentin që ne ndërpresim në formën qendër. Nëse vazhdojmë me këtë tentativë, ta dini se do të kemi probleme serioze këtu. Sipas tyre Arben Taravari është përgjegjës edhe 5 tonë marijuane, që ka kaluar në kufi, edhe Arbeni është përgjegjës. O Zonigovski, po e dimë kush je ti. Ti ke qenë një nga bashkëpunëtorët kryesor të Nikola Gruevskit. Dalje istina дека, откако вашиот председател Арбен Таравари западна во проблеми со случајот Ѓока, отишол кај премиерот на Албанија Еди Рама да бара помош и премиерот на Албанија Еди Рама му рекол јас можам да ти помогнам, ама повеќе од мене може да ти помогне Али Ахмети. Dhe, ndalesh e mendosh, kush ja dha këtë deklarat? Edi Rama? Jo. Kush ja dha Nikoloskit? Kush ja dha? Unë do kësha thënë 100% nga BDI-a. Nga BDI-a kam dhënë. Sepse nuk kam qenë unë në atë muhabet të Edi Ramës, këtë që të regon Nikoloskit. Por, vetëm një gjë. Pse them se nuk duhet merren partitë politike shqiptare në Parlamentin e Maqedonisë me shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është shtet prej vitit 1912. Kosova është shtet po ashtu në vete. Dhe ka ku shëbron. Bile shteti shqiptar, politikbërësit e shqiptarë në Maqedoni duhet kërkojnë në kuvend ta marrin guximin dhe thonë, sipas neni 8 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, Shqipëria ka të drejtë të na mbrojë shqiptarët kudo që janë. Këtë mund, më jot merren me atë se Ilir Meta apo Edi Rama e kështu me radhë. Është një lojë perfide e fshet dhe e pist e Nikoloskit për të tërhequr gjithë vëmendjen nga diçka tjetër në diku tjetër. Dhe e hëngrën një shqiptarët. Por vetëm një gjë. Është mirë që deputetët shqiptar, unë tash do mbahem me ta pyesin Nikoloskit. Kush nga VMR të PMN-ja, qoftë nga qeveria, qoftë nga ministrat, qoftë nga drejtoria, qoftë është në bizneset e Ilir Metës dhe atë në Tiranë. Jeton atje, familjarisht. Dhe flasin më mirë se sa unë dhe ti që më dëgjon gjuhën shqipe pa gabime. Por janë të nacionalitetit maqedonisë, këndej nga ana jote. Por janë të VMR të PMN-s. Ja udhëheqin gjitha bizneset, pra, duke filluar nga ana ekonomike e kështu me radhë. Është mirë që ta pyesin Nikolovsin kush janë ata. Edhe shohin se janë njerëzit e tyre, pra. Ilir Meta i di Meta punët e veta, për atë dhe është mrenda. Unë nuk i dalë zot as Edi Ramës, por nuk i dalë zot as Ilir Metës. Por, në Parlamentin e Maqedonisë duhet merren deputetët shqiptarë me çështje shqiptare. E a ka bërë, as ka bërë. Nikolovski ka shumë pasur. Ulet, shkruan letrën dhe ja dërgon ose shkon në këmbë te prokuroria. Edhe ashtu i kanë në kontroll krejt. Dhe e paraqet Taravarin se pas ka marrë. Po di unë ka marrë, pas ka marrë. Zëvendës kryeministri i Republikës së Maqedonisë Nikolovski përmend sërish arrestimin e Ilir Metës në kuvend, reagon ambasadori Mejdani. Dhe a dini çfarë thot ambasadori Mejdani? A dini çfarë? Allah i koft. Në politik dhe lloku është pengesë, mos e vërtet. Në politik. Dhe kur ndalesh e mendohesh, vish në një situatë se
edhe Bonaparte ka pas të drejtë, sepse ta e bëjnë me prapavi, ndërsa deputetët shqiptar hynë në lojra, unë do kështë thënë, jo të pista, por të fliqta, sepse pisloko dhe fliqloko nuk janë njësoj, të pushtetit Maqedonas, që u theqë VMRDP-ne. Pa marë parasysh se eurodeputeti bulgar Ilija Lazarov ka thënë Sofia vetën do ta përdorë në çdo ndryshim të konstitucionit evropian për Maqedoninë. Nuk më ka befasuar, po më ka ardhur mirë që snopshëm në fund të shmarrë me diçka. Ansambli muzikor në Tetov rrezikon të mbyllet nga bllokada qeveritare, ndërsa për në manastir i njëjti ansambël kamertal ka mbështetje institucionale për. Falni, e di se e dini. Pra, çdo gjë në Maqedoni ka një prapavi të cilën dikush e paguan. Qeveria e Maqedonisë ka autorizuar mbrëm zëdhënës kryeministrin Bekim Sali që të mbrojë ligjin për përfaqësim të drejtë në kuvend. Dhe a dini çfarë do bëj? Do e mbrojë. Mjeku, i cili unë po të isha në vendin e tij, nuk do kisha dalë. Mjeku del dhe do mbrojë një ligj juridik. Por karika dhe CV janë mjaft të gjëra. Ta shuftoj diçka, do ndalemi të kthejmë pak në Tetov. Petrushevski, deputeti i VMRDP-nes, ka dalë me një deklaratë sot dhe thot partnerët e Dakës, SDS, Filipçe dhe Zaev heshtin për rishfetin 4 milion euro për planin detar urbanistik apo DUP, siç e thonë në maqedonisht, në Tetov. Dhe merrni me mend, akuzon edhe BDI-n. Dhe në ato që quhet 200.000 në ndërtimin e 2.000 njësive banesore, ku do të fitohen 200 milion, do ketë dikush aty edhe përqindje. Unë nuk e di pse është në BDI, pse është te tarifi. Ajo ka qenë kryetare komunës dhe që ka ndryshuar sipas VMRO-s. Në komisionin, ja dëgjoni. Молчат за подкупот вреден 4 милиони евра за ДУП-от во Тетов. Нема одговори од СДС, Филипче и Заев за тоа каде завршиле 4 милиони евра, кои Дака, според аудио снимките од неговиот разговор со Кичеец, му ги дал на Заев за градење на 2000 стамбени единици во Тетов. Дополнително се поставува прашањето дали Заев, освен овие 4 милиони евра, требал да добие и процент од продажбата на становите, чија вредност би достигнала во тоа време околу 200 милиони евра. Дали Заев бил спремен, заради собствени бизнис интереси, да му овозможи на прорускиот бизнисмен и човек на црната листа на САД Дака да гради во Тетово. Дали освен финансиските побуди на Заев, ја ширел и проруската политика, како што беше случајот со Онишченко и Марковски. Зошто СДС и Филипче молчеле и биле соучесници во процесот на ширење на проруска политика во Македонија? По се изгледа, единствениот одговор се парите. За пари во джеб, СДС, Заев и Филипче се спремни да шират антидржавна политика и да иштетат на Македонија во процесот на евроинтеграциите. СДС, Филипче и Заев, освен пари, ништо друго не ги интересира. Ви благодарам. Kjo që është e vërtet se përveç parave asgjë tjetër nuk i intereson, por nuk është vetëm Zaevi, janë edhe këta të VMRDP-nes. Në ndërkohë, nuk përmendin asnjë fjalë se si ish shefi i ABN-s, pra Agjencionit për Kundërzbulim dhe Zbulim, që ndërton në Ohër, Bratësashe, nga parat që pëndërton dhe me çfarë leje pëndërton. Ndërsa bara më e madhe i bie kuptohet, i bie kryetarit të tashëm të komunës së Tetovës, dhe do të shohim se si nëse do të ketë në një ndryshim, çfarë ndryshimi është bërë, kush e bleu nga Daka e kështu me radhë. Dhe ashtu si e ka qasjen dhe ankesës të qytetarëve, thot Agron Arifi, përfaqësues i më mirë për Tetovën, i vetmi këshilltar në komunën e Tetovës që ngre zërin për të mbrojtur edhe atë pak ose nëse ka mbetur hiç. Sober më herë edhe në seancën e këshillit me qasjen e shkruesin dhe këshilltarëve komunal vendosi të hesh në pyetjet tona, thot ai. Për fat të ketë shumica e këshillit dhe kryesuesi bashkëkryetarën e komunës zgjedhin heshje ose i dalin në mbrojtje e kompanisë të vend që të mbrojnë interesin e qytetarëve. Stop privatizimit të pronës publike. Ta dëgjojmë pak. Besoj se debati ushtar për këtë pikë. Përgjigje për pyetjet do marrim prej përfaqësuesit, a mund të marrim përgjigje, se plot këshilltarë na kemi bë pyetje. Nëse ka mundësi përfaqësuesi është prezant, le të na hapë përgjigje. Besoj se përfaqësuesi do ju dërgoj përgjigje. Agron?
përgjigje për gjitha besoj se murëm. Kështu që besoj se edhe ti pajtohesh. Sigurisht që për çdo çështje, çdo trajtim, ne ashtu jemi, si qenie njerëzore të krijuar që kërkojmë mirë e më mirë. Kështu që nëse bëjmë krahasime të periudhës kalume, se ne jetojmë të toftë, nuk jetojmë në ku tjetër. Nëse bëjmë krahasime të periudhës kalume, edhe ti pajtohesh se tash ka ndryshime, po. Kështu që çdo gjë vjen me kohën. Nuk do të thotë se gjithçka është terra po. Jo, vetëm pak, tash veç një sqarim vogël. Unë nuk them se është keq. A është përmirësu gjendja? Po. Është përmirësu gjendja prej situatës së keq menaxhimit paraprakisht që ka qenë. E tash ne shumë kemi ul standardin të to, na mbledhin mbeturinat në kohë, neve na duket diçka e jashtëzakonshme. Jo, nuk është e jashtëzakonshme hiç. Është sent normal në çdo qytet. Ne synojmë Evropën, a ka ndej çuditemi se kompania vika na merr kanë mbeturinat në rregull. Po çat punë ka kompania, për çat e paguajmë ne. Faleminderit. Po pra, në ndërkohë, ditë më parë, kryetari i komunës aktuali Bilal Kasami nuk u ndal tu e lavdëru. Kjo është e suksesshëm. Nëse ka një çështje, një projekt për cilin krenohem që e kam realizuar ardhja e sa për më herët, dhe më jepni një ndërmarrje publike në Maqedoni, në një qytet, që është e suksesshëm. Duke pasur parasysh faktin që problemi kryesor i ndërmarrjeve publike është çështja e menaxhimit, edhe në pjesën ku ti jeton, duke nisur nga lokacioni te rruga e Liftit, ku më herët ishte një deponi, mini deponi, rreth lumit të ura e kazazëve, konteneri matje ishte rrezik për një mini deponi permanent aty, kishim rrezik permanent për grevë nga punëtorët, për mos plotësimin e kushteve minimale, duke nisur nga pagat dhe sigurimet sociale, kishim rrezik permanent nga operatori që furnizon me naftë kompanin që të ndalë furnizimin dhe të mos mund të dalin kamionët dhe të mbledhin mbeturina. Ne duhet të punojmë edhe më tutje. Por Bilali, vetëm një gjë haron. Kjo është vetëm për ta mbuluar me tis, pra atë që mos e shohin qytetarët të cilët janë të informuar, vetëm një gjë haron të tregoj. Si mundet, pra gjithë të drejtorë që i ka, të jenë jo efikas, ndërsa sa më herët që ka efikas. Kjo është shumë e çuditshme. Atëherë ndroi drejtorët. Pse i mba drejtorët në KP-ve e kështu me radhë. Dhe me gjitha. Elus Bilal Kasamin, unë nuk jam kërkushi, sepse nuk jam kryetar komune, të delë mbrëmje dhe të shëtit në përqytet. Të shoh se sa qenë, ku janë parat për ata që i merrshin se, ku janë qenë, kush i kontrollon. Sa qenë ka, koha kur ai është kryetar komune mba rekord. Viti i 5 i punës rekord me qenë. Dhe nuk ka asnjë përmirësim sa përket lëvizjeve të tyre dhe grumbullimit të tyre në një punkt. E dyta, uj ka tetova sa dush. Uj teknik me ndër lumi rrjedh. Një ditëve nuk i la rrugët e qytetit. Kret pluan. Një ditë. Ai ka punën e vete, e di meta punët e veta, sepse dëgjoj çfarë tha Petrushevski. Nesër do thonë për Bilalin, që ato që tha për Filipçin. 100%. Sepse gjithë këndërtim, dora thatë nuk puthet. Okej, nuk është okej. Unë këtu dhe për pak do ndalem, sepse vërtet është situatë mjaft interesante kjo që po ndodh në Maqedoni me shqiptarët. Askush nuk ka kushtim mbroj. Askush. Dhe të na mbrojnë neve Bekim Sali, kjo është një institucion. Thot, Vesna Enevska për përpilimin e ligjit për arsim të lartë udhëtoi nga qyteti në qytet, organizoi takime, dëgjoi studentë, profesorë dhe harxhoi paratë qytetarëve. Këtë kjo që në fund bashkë me përpiliuesit top sekret të ligjit shqiptar, të bënte saktësisht çfarë ka dashur dhe kishte planifikuar nga fillim. Kështu ka reaguar Forumi për ndryshimin e arsimit lidhur me propozimin e ligjit për arsim të lartë bëhet me dije. Dhe gjithë qytetarët pyesin kush janë ata top sekreti shqiptarëve që po marrin pjesë në përpilimin e ligjit për arsim të lartë.
Këtë e bën FNA. Pra, thotë është një fasadë demokratike kjo që po bën Janevska. Dhe prapë e çojnë punën e tyre deri në fund. Nuk është okay, por gjërat do ndryshojnë. Pra edhe një herë, jemi në prag të asaj që quhet lufta Iran-Shtetet Bashkuara të Amerikës. Politikanët shqiptarë në Maqedoni ende nuk e bëjnë me dije me KJ. Duhet ta ndajnë mendin. Është një deklaratë e përbashkët, vleni është me jo. Lemeti Keqamir, unë nuk jam me të, e thot. Unë jam me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Pra BDI. Pa marrë parasysh se sot ka dërguar një letër publike dhe nuk ka asgjë prej asaj letrës publike. Dini pse? Sepse kush na e thot 22 vite dhe çfarë kërkon? Thim prapë në pushtet. Askush më nuk i beson. Jo Bilalit, por nuk i beson më as Ali Ahmetit, jo se jo, por nuk i besojnë as të tjerëve që përgatiten të vinë. Pra, është kohë kur shqiptarët duhet të ndajnë mendjen për shumë çka, edhe për aspektin fetar, edhe në aspektin ndërkombëtar, me KJ. Nuk mund të jem me Iranin, sepse Iranin e kam shumë larg në aspektin e fesë dhe e kam edhe më larg në aspektin ndërkombëtar. Irani nuk ka dhënë asnjë përkrahje për shqiptarët, ka shqyquar që të bëj dëme dhe duke përkrahur Serbinë, duke përkrahur shumë çka tjetër dhe po t'jepet mundësia të gjithë muslimanëve të besimit sunit, ajo do e kishte bërë kasaphanën. Okej, nuk është okej, pra edhe një herë, agës mos i thoni 50 vend. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcast Mesut Shabani. Dëgjohemi nesër mbrëma.